Hoxh me vajzën që jam njoftu është fetare, por familjen e ka që bëjnë probleme, a me vazhdu lidhjen. Si do që të ndodhë, ke kujdes lidhja edhe të niset me halal, edhe të vazhdoj me halal. Këtu nuk është vendi me i detalizu, mirë po, lidhjet me haram, na nuk mund t'i legjitimojmë. E pastaj mund është me pyet xhallar çysh më ja bë, unë veç jam lidh me këtë vajzë çka më bë. Mos gat shumë llafe me ta, mos shkruaj. Lejeni takim me prind të saj, me familjen e saj, le ta bin peshkirin, marhamun ose shenjën e fejesës, edhe alhamdulillah, pastaj mund është me shkruaj. Ma shpesh, po tham kështu. Kja para. Në islam, nëse vajza është e mirë, është e edukume dhe e ndershme, moralshme dhe fetare, mos i lëshoni këto shanca. Se nuk ka vajzë më të mirë, nuk ka vajzë më të mirë, as nuk ka djalë më të mirë, se ai që ka dinin Allahit, tutën e Zotit, edhe ka edukatën moralen. Kretë tjerat janë gjëra plotësuese. Ma i heshëm, ma frajer, vetlan kështu, buzën ashtu, kretë janë palavra. S'kimi e këshyr buzën as vetlan masit martohesh. Veç kemi këshyr dinin, imanin, e ti ose të saj. Andaj, nësa është fetare dhe e mirë, kisha me thonë që dhejnë maksimum me insistu mos munda prej saj. Po problemet që janë ata probleme familje problematike, nëse tutësh, se ta shtizëtar me thonë me ishti kamës shnosh therë, që mund me të badhe ty problem të ardhmen, analizoj e vetën tane, je i gatshëm me shtu vetës të lasha jo. Ose ata mund me pas probleme me të tjertë, e pasaj me të ardhë ty në adres tane, me thonë kjo dhëndrë ty në të marim hak të te ose të fëmijët e tu nesa masis. Edhe këta ti mbetet me analizu. Dhe me thonë, ti mbetet me këshyrë sa je i Zoti, edhe sa je i gatshëm mu valla faqu me probleme. Unë e parimisht, po anoj ka mendimi që nësa është vajzë fetare dhe e moralshme, ndershme, mundohet dhe në maksimum mës me hek dorë prej saj. Pastaj, ato gjanat dytësore, analizoj me familjen tane, me dikon që i njef ata si familje, edhe merrni një vendim përfundimtar. Allah të orientoft aty ku është khejri, bereqeti dhe mira.